Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Ferizaj dhe Klina janë dy temat e sëndme që do trajtohen nga analistët e Klan Kosovës. Por nuk janë vetëm këto dy komuna të kësaj fushate, është edhe një tjetër temë në mes të analizës të këtyre dy komunave. Tema e madhe e fushatës së but, apo para përgatitje për një fushatë e madhe. Nëse e shikoni gjuhën, ngjyrën dhe gjitha të që pëndodhë në fushatën lokale të Kosovës, mund të shini që lideret janë gjithandej. Dhe kjo është përcaktim për votën e përgjithshme ma shumë sa ndoshta për votën komunale. Dhe vota e përgjithshme e cila mund dalë nga këto zgjedhje, natyrisht që përcakton edhe frymen dhe fushatën për zgjedhjet e ardhshme të vitit që vjen. Se kush do të deli pari dhe i dyti, dhe kush do të humbë vota apo kush do të fitoj më shumë, do të jenë ngjyrat e ardhshme të asaj që quhet qeveri e vitit 2014. Kjo është tema e sëndme në mes të analizës të dy fushatave të Ferizajt dhe Klinës. Dhe nga ana majtë e imja, Astrid Gashi, Bardh Ylmetaj, dhe nga ana e djathtë Petit Zogaj dhe Bardh Frangu. Bardh, mirë se erdhe, je për herë të parë në studion, sa po ke ardhë nga Ferizaj, besoj që do e nisi me ty, pasi ti ndëgjojmë disa detaje nga debati sëndëm për Ferizaj. Valon, na jem gati për t'i ndëgjuar dhe kthehem te Bardh Frangu. Komuna e Ferizajt është komuna që ka respektuar më shumë të rendin dhe ligjin në nivel të Republikës së Kosovës. Këto duhet të them së pari, sepse kjo është parakushti themelor edhe për të investuar të tjerët, por në radhë parë për të krijuar shans barabartë edhe për investitorët e vendor. Ne për këtë kemi marrë dhe certifikata nga organizmat ndryshëm ndërkombëtar, edhe nga MAPL, edhe nga USAID, dhe ata janë verifikuesit më të mirë se sa ne vërtet respektojmë rendin e ligjit. Jemi komuna e parë dhe vetme në nivel të Republikës së Kosovës që e kemi hequr taksën totale për ushtrimin e veprimtarisë së biznesit. Dhe ky ka qenë edhe vendimi im i parë si kryetar komune në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ferizaj ka potencial për zhvillim ekonomik, ka një buxhet për 23 milionë, ka 16.700 hektar tokë bujqësore, ka remitenca prej 49 milionë dollar nga Afganistani, Iraku e vendet perëndimore, pra ka edhe njerëz të cilët kanë përvojë në punë, fushat ndryshme. Ne në Ferizaj nuk funksionon ligji. Ferizaj evropian, për cilin është fol gjatë viteve të fundit, është evropian sa i përket nën tokës. Janë vlerat evropianit nën tokës, mafia, korrupsioni, gjitha këto janë vlerat nën tokës evropiane e amerikane. Zonat industriale do t'jenë ekskluzivisht për prodhuesit vendor dhe për afarestët vendor, duke përfshirë gjitha veprimtaritë që ushtrohen në Ferizaj. Ndërkaq do të inkorporohen në këto zona industriale edhe prodhuesit që do të vinë nga jashtë, por pa futur këto tregtarët që mund të jenë konkurrentë nga jashtë. Ne do të ndihmojmë veprimtarinë e tyre përmes lidhjeve që do t'i krijojmë sidomos me gjermanët, me të cilët edhe si parti politike kemi vënë kontaktet e para. E puna e donacioneve nga qeveria, unë mendoj se nuk do të jetë në formë lëmoshe, duke kërkuar nga një ministër ose ex-ministër, Y-ministër ose nga një kryeministër, po thjesht duhet të jetë e përcaktuar konform participimit buxhetit të komunës në buxhetin e Republikës Kosovës. Mënyrë që të hartojmë politika zhvillimore për qytetin e Ferizaj, sepse ne nuk e dim sa na japin, sa të kanë qef na japin. Nuk duhet lejohet që të na japin sa të kanë qef, po ta dim saktësisht sa na takojnë brenda një viti ose brenda 4 viteve të ardhshme që ne pretendojmë me qeverisë. Një ngushtu burr po flet vetëm për stacion të autobusave. Jo për stacion, po aty kanë më plani urbanistik i cili është në një gjendje kaotike në Ferizaj. Ne nuk do ta mshehim. A mundesh me lëvizje në Ferizaj për parkingut të automjetëve që i kinë çdo çosh? Lutem. A mundesh me bëni lëvizje të lirë? As kam sort, as automjetët. Po ti Ibrahim si inxhinier ti do ta dish edhe Parisi në shekullin e 18 është nënshtruar një rregullimi kështu edhe s'ka asnjë arsye që të mësuar Ferizaj si një nga qytetet me plan më të egër urbanistik. Prandaj edhe nuk do të shihet ideja e rehabilitimit të këtij qyteti,
Mirë për në bashkëpunim dhe në transparencë të plot ka me plan, qytetarët zoti Sfarqa, për të keni plan? bërë një plan si vepër Aja nacionale. hapësirë është patholla, hapësirë e komunës. Mkat është që ajo nuk shfrytëzohet edhe lirohet tërë qyteti prej parkingje. Njerëzit tonë shkojnë me vetura deri te Barnatoria, deri te trafika me ble diçka. Kthehemi në studio për të analizuar Muharrem Sfarqin, Agim Aliun, Xhavid Zariqin, Faton Topallin, Ibrahim Hyssenin, pra përfaqësuesit e partive politike për të qartësuar për ata të cilët kanë shkarës që kanë pa debatin apo nuk kanë qenë pjesë e tij. Agim Aliu është Partia Demokratike e Kosovës, Muharrem Sfarqa Lidhja Demokratike e Kosovës, Xhavid Zariqi Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Faton Topalli Vetvendosja, Ibrahim Hysseni AKR. Bardh me sa di, une këtu e kemi vetëm një ballafaqim të ri, Agim Aliun dhe Faton Topallin, tjerë kandidat janë të ri, apo është edhe ndonjëri cilin unë zotin Ibrahim Hysseni është i AKR-s, ka qenë dikush tjetër, dhe Xhavid Zariqin në AKR-s gjithashtu. Është edhe një kandidat i pavarur dhe unë për shkak natyrës kandidati i Partisë Drejtësisë. Partisë Drejtësisë janë dy tjerë, por për shkak të sondazheve dhe numrit të vogël të votave të cilat janë paraqitur në sondazhe, nuk kemi pa të arsyeshëm të ftojmë në studio. Natyrisht na ju kërkojmë falje, po kjo është ajo po themi qëndrimi i redaksisë për 5 vite, që ne i ftojmë ata të cilët mund të jenë kandidat spaku për të hyrë në garën e balotazhit. Kjo është arsyeja bardhë urdhon. Po mirë, Si të duk debati, çka është, ku do përqendrohet dhe nëse mund të thuash se e kemi një po themi zakon në brenda kësaj studio se kush prej këtyre do të shkon në balotazh. Ndoshta mirë kishte me qenë që të përgjigjemi në bazë shllagvortit që na dhanë këta nëpërmjet tyne fragmenteve të shkurta që i dëgjum pak përpara. Nëse për shembull kandidati i PDK-s thotë se rendi dhe ligji i respektohet shumë në Ferizaj. Praktikisht edhe qytetarët që na dëgjojnë neve kanë qartë se nëse partitë politike janë identifikuar si shkelësit më të madh të ligjit, sipas ka mundësi për shembull që një kandidat i dalë nga këto parti që shkelin ligjin, të jetë respektues i ligjit. Praktikisht kjo është diçka shumë e thjeshtë që nuk akceptohet ndryshe. Rendi dhe ligji sigurisht që shkilen në Ferizaj. Absolutisht, dhe ka shumë raste ku ne mund t'i përmendim, janë shumë raste, po nuk është ky veç problemi me Ferizaj, me drejtësinë, me sistemin e drejtësisë kemi problem në nivel të Kosovës. Natyrisht që ndoshta me një farë mënyre jo që arsyeton, po i krijon handicap më të vogël kandidatit PDK-s. Ndryshe, prapë kthehemi te shllagvort, si shllagvort po e përdor referencën e kandidatit LDK-s, për shembull ai flet për zonat industriale. Praktikisht zonat industriale në Ferizaj më shumë janë keq përdorur nga vetë LDK-a, e cila dhe i ka formuar. Absolutisht ato janë jo funksionale dhe aty ka pas keq përdorime shumë të mëdha. Gjatë kemi të bëjmë me një kandidat të ri. Po flasim për kandidat të ri. Po pavarësisht megjithatë po flas tash unë se ai përfaqëson LDK-n. Praktikisht partia e tij ka ndërtuar zonë industriale, që ka 100 shkelje, ka shkelje të rënda të ligjit. Edhe po lidhem me Fatonin se jo se du t'i krijojnë ndonjë favor, po këtu është problemi i identifikimit të vërtetës. Vërtet ne në Kosovë kemi probleme me shkeljen e ligjit dhe mos respektimin e tij. Pastaj kur flasim për barabarësi në drejtësi, në Ferizaj mund të gjejmë shembuj shumë të mëdhej ku për shembull dukshëm shihet pra shkelja e barabarësisë në drejtësi. Ne kemi rast për shembull kur vetë çdo kandidat pinë kafe në vendin ku është bën një shkelje tepër e vrasht e barabarësisë në drejtësi. Aty kanë qenë për shembull 3 lokale me të njëjtin status. 2 lokale rënohen për mi kriju favore një lokali 3. Shumë e dukshme absolutisht. Prandaj po them janë këto probleme që kandidatë në fushat nganjëherë mendojnë që qytetarët nuk i shohin, po megjithatë ato janë gjëra që janë të prekshme, dukshme. Kjo kishte më qenë për fillim. Për fillim. Okej. Atëherë nëse pyetja konkrete do të ishte se cila është e vërteta Ferizajt dhe cila është ajo që është shtruar në debatin e sotëm, çfarë mund të thosh? Po problemi është aty se në fushat praktikisht kemi shumë fjalë, kemi shumë projekte, shumë premtime, praktikisht ato janë si të themi në qiell, do të nuk janë projekte që kanë bëjnë me tokën, me realitetin. Absolutisht
ata premtojnë shumë çka, po praktikisht nuk është se çështja tash po flasim për Ferizën. Nivel të Kosovës, unë kam bindjen se projektet nuk bëhen për interes publikut, po bëhen për interes të grupeve dhe individëve. Nuk është për shembull se ne tash po planifikojmë një projekt në interes qytetarëve. Ne përpara kemi me pa kush ka me përfitu pi projektit. Tek pasaj qytetarët. Kjo është problemi që na du të ashtrojmë në mënyrë parimore, të ashtrojmë, jo vetëm për Ferizën, po për gjithë Kosovën. Prandaj po them këto më shumë janë pezull të projektit sa që janë reale. Mirë, atëherë Petrit, Ferizajnë një mirë, për arsye se lëvizja fol ka qenë e koncentruar disa herë andej, edhe ish, po themi, kolegun tuaj, nëse mund të themi kështu Danin, e keni pas edhe pjesë të folit edhe udhëhec në një kohë. Qa mund thuash për debatin e sotëm dhe cila është realja dhe ajo e fryera në këtë debat dhe çka i mungon Ferizajt nga ajo që është thënë sot? Faleminderit, baton, në fakt Ferizajnë është qyteti i dytë që një më së miri mas Prishtinës, edhe për shkak që vizitoj shumë shpesh, do të ta them shumë shpesh, ndoshta me një ekuivalencë me Malisheve në fakt, edhe diskutojmë plot probleme edhe për Ferizajnë, po edhe për politikën përgjithësi. Sigurisht është edhe Dani që ka mundësu paka shumë këtë lëvizje me njerëz atje. Përfshi edhe Bardhin, pa diskutim. Ajo çfarë pam sonte në debat, në fakt unë çka vrejta është që në gjitha ato debate që kemi parë për nivel komunal, nuk më pa asnjë kryetar komune i cili është totalisht në defanziv dhe në fakt njëri që më shumë të usulmu dhe nuk pat asnjë lloj mbrojtje. Ndoshta për shkak të mungesës së tij si udhëhec i komunës, se është e tha për 16 periudhë 16 mujore, 16 muaj, ndoshta edhe për shkak që nuk ka qeverisë ashtu siç edhe ka premtuar në vitin 2012 në pranverë, ndoshta edhe për shkak që një pjesë e Ferizajit e konsideron sikur një kandidat kukull në fakt në Ferizaj, sepse nuk është nështë edhe ideja e votave se sa ka marrë për dallim për kandidatit para prak, ja ka pamundësu një farloj fuqie në ekzekutim të punëve. E pam një kryetar aktual që ishte i dorëzuar përpara më spaku 3 veta, nëse jo i AKR-s nuk ishte shumë aktiv, ishte i dorëzuar prej ish bashkëpunëtori i tij të para 2-3 muajshve zotit Zariqi, ishte i dorëzuar përpara zotit Topalli, edhe ishte i dorëzuar edhe përpara zotit do të thotë kandidatit të LDK-s, Muharrem Svarqa. Përballë këtyre treve, kandidati i PDK-s ishte goxha i humbur në debat dhe në fakt nuk pat në prezantim. Murë edhe një barë të projekte paraprake, megjithëse nuk është skenu tamam sa duhet PDK-ja ta zanë prej vitit 2007 kur e mban pushtetin në Ferizaj. Këtej, megjithatë murë një barë të ngjecjeve që kanë ndodhur në Ferizaj dhe nuk shpalosi asgjë, në fakt nuk e di se cili do të ishte vendimi i qytetarëve të Ferizajit, por është problematike që përmes atij prezantimi ose çfarëdo prezantimeve tjera, madje edhe të programeve që mund ta bëjnë në fushat, qytetarët e Ferizajit ja besojnë edhe një mandat. E pash këta, po e pash të debatin me disa kandidatë cilët ishin jashtëzakonisht potent, jashtëzakonisht freskë në ato çka thonin, me një përjashtim i vogël, nështë e kisha ba me kandidatin e AK-s, i cili ka qenë udhëheci i asamblesë të i para disa muajve, që edhe është ende, do të thotë, që vjen nga radhët e Partisë Demokratike, do të thotë dhe ka kalu në Aleancë. Dhe ka kalu në Aleancë, ndërkohë që kandidati i AK-s fliste për disa projekte, për ngjesje të disa projekte të kryetarit aktual, aq sikur e largonte veten nga përgjegjësia që e ka një zyrtar, përkundër do thotë shto asajnë që e ka qenë udhëhec si asamblesë. Do të konsideron që përgjegjësia e asaj që ka ndodhur, dhe më shumë i takon zotit Zariqi,
I cili e ka një mandat plot aty si kryetari i qeverisë. I takon, do thot, Si bashkëndajnë kryetari përgjithësinë me kryetarin aktual. Do thot, kanë qenë të dy të një partije, njëri kryetar komunën, njëri kryetar kuvendi, dhe politikat bëhen mes këtyre dyve duke përdorur asamblen, do thot duke shfrytzuar debatin e asamble dhe vendimet në asamble. Dhe tash ta kritikosh kandidatin që ke vetëm kundërshtar në 2-3 muajt e fundit, dyqysh kam përshtypjen që në Ferizaj ose kudo në Kosovë do të shihej me një dyshim të theksuar. Ndërkohë që ishte një freski e mirë e dy kandidatëve tjerë, zotit Sfarqi dhe zotit Topalli, cilët nështë njëri me pak edhe njëri me shumë, zotit Topalli ishte me i zëshëm edhe në goxha shumë adresim të projekte, saktume, bile i vetëmi që listoj në 3 minutën e parë, i vetëmi që listoj disa çështje të rëndësishme, ndërkohë që zoti Sfarqa kishte nështë më shumë kulturë debati, po edhe një vizion se si do ta shihte Ferizajin, por që nuk dha shumë brenda debatit, nuk e pash që dha shumë sa në fakt është prit edhe prej një pjesë të Ferizajit, edhe ndoshta kanë prit edhe vetë se më është thënë që është një kandidat më serioz. Do thotë kjo nuk e përcakton mundësinë që nuk e largon mundësinë që ai në atë debat mund të mos jetë i mirë, ndërkohë që në shpaloset programit atje ose në debate tjera të jetë shumë i mirë. Mirë, Bardoli nuk po të latë fundit këtë herë, që ta përfundosh ato që quhet rrethin e debatit. Unë e di që jo vetëm që një Ferizajin mirë, po je shumë prezent atje, je e një edhe mënyrën se si funksionon atje firmat, biznesi. Por, më e përshtypjen e parë te asaj që quhet debat televizive, pastaj hymë edhe në thellësinë e problemeve që ka Ferizaj dhe ballafaqimi me realitetin dhe asaj që ju ofrua shikuesve dhe votuesve të Ferizaj. Okej, po du më kysh minë të debati, po duhet bardhen e kom mik edhe shok mirë, po më duhet me reagu me njëherë për ato që e tha për Muharrem Sfarqën për punë të zonave industriale, se tha LDK-ja është pajtore. Te LDK-ja mire theksove ti që ndërhyne, te LDK-ja kemi një kapitull 3 të LDK-s atje, nëse e lam erën e Adem Salihaj dhe Paji Granicës, cilët kanë mujtë më ndërtua të zona industriale dhe kanë mujtë eventualisht në qasin që e një bardhi me siguri ma mirë në Ferizaj me pas edhe nëjë probleme dhe kesh përdorime, me gjithat prej 2007-ës për shtetin e ka atje PDK-ja, edhe ka pas kryetarit që në ndërojnë Ferizaj shumë, ish kryetarin në fakt, prej 2007 se kam pas, atje kam pas kohë zonat industriale edhe mi funksionalizu dhe krejtë si nuk jëmë bo ato punë, prej 2007 kanë kalu 7 vjetë, kështu që nuk mund t'i lijet tash Muharrem Sfarqës se ishte jo korekte me ilan ati barë punën e LDK-s para 2007-ës. Tash për me kalu të kjo që e tha Petriti, unë du të me thonë, unë me kandidatin e LDK-s me Muharrem Sfarqën një më kanë sot shumë i knasëm për një arsyet parë, i vetëmi prej kandidatëve që e ka ngritë zoomin nalt edhe ka hypë mi Ferizajin edhe mi regionin edhe ka folë për Ferizajin njërën që meriton Ferizaj. Për çfarë arsye? Çka më ka bo për shtypje? Për shtypja parë më ka bo ajo që ai e ka vrejt fenomenin kryesor të Ferizajit e ajo është që vendi ku ka mas shumë ti ndërmars, ku ka mas shumë ti prodhus, ku ka mas shumë ti tregtar, ku ka mas shumë ti biznesmen në Kosovë është Ferizaj. Edhe pse është me tatimin është ta beni dytë, ose me banor beni tretë, unë më mi thonë sot lirisht se Ferizaj është lokomotiva e Kosovës. Gjithë ata që e votojnë atë pjesë, nuk ka nevojë me njohë Ferizajnë si unë, gjithë ata që e votojnë atë pjesë e dinë se me njerë mas Lipjanit fillon Ferizaj në fakt, fillojnë firmat e Ferizajt edhe përfundojnë dikun në Shkup. Kështu që kemë të bojmë me një shpirt në dërmars, cilën ky e saksoj shumë mirë, edhe ajo që ka qenë përfasia bashkë pikat e zonave industriale, është i pari kandidat që e tha që ato nuk bohen për investor të huj, po bohen për
prodhues vendor, janë dikun 298 kompani ferizaja se cilat janë prodhuse, do më thonë, i ka lakmi edhe nivelli kosovar. Pse kompani prodhuse, na e dim që kemë problem si vend, si Kosovë, kemë problem shumë të madh me prodhimin, na konsumojmë 97% që ka konsumojmë këtu e gjithkun vjen nga importi, ferizaja që janë prodhuse, është pjesa e drunit që ju përmen aty, është pjesa e këpucëve, jonë pjesë tjera, është Hibi, një kompani jashtëzakonisht e madhe. Ata kanë kompani shumë të forta, shumë ndershme, edhe shumë të mbaja në Ferizaj. Ajo e zonës industriale, pse? Pse më ka pëlqy? Për arsye se bardhi e din me siguri ma mirë se unë 1 hektar tokë në Ferizaj me ble kushton 1 milion euro, ose 2 milion. Nëse prodhus janë të obligu me ble tokë, në vend se mi avdhon komuna në zonë industriale, në vend se mi avdhon i Gjermani funit, po ja jep ati prodhusit vendor, është hipotezi ma e mirë që mund më bo. Tash po dalëm të kryetari. Kryetari sot ka qenë insulmu prej 3 njerëzve të PDK-s. Edhe në 3 debatet e televizionit që i kun pa ma herët, ata janë të PDK-s, faktikisht. Edhe kandidati AK-s, edhe vetë Faton Topolli, i vetë vendosis, një shok jemi i mirë i vitet 90-ta, kemi se janë dikur bashkë themelus lidhës demokratike në Zvicër, ma vonë ka kalu në PDK, tash është në vetë vendosje. Do me thonë, aju sulmu pi 3 të PDK-s. Kjo po të regonë që PDK-ja ka njësë më bo si dikur LDK-ja një lëvizje që tash po shpërndarnë dhe po mushë dhe parti tjera me kuadra, kjo është shaj i mirë po Agim Aliu, ajo nov ka që e për cilë, të lutem, Astrid, durova dhe pak, ajo nov ka që e për cilë se nuk është kryetari vetë, po është pak si i teledirizhum, u pa dhe sot në debat, ajo nuk ishte përgjegje prej kolegëve të vetë, kur i bënë në vrejtje, qoftë për ato gjanat e vogla të kanalizimit e gjanat tjera, qoftë edhe në ato të maja të ekonomisë. Argumentit ti kryesor, ata që kanë pa debatin e din që jom objektiv, argumentit ti kryesor sot ka qenë që qeveria thot që ka investu 35 milion në Ferizaj. Kur u pyet konkret me të një rrugë 2 milionëshe, edhe të do tjera, edhe të projekte që do të vinë, edhe kanë nisë, jom bo 2 metra këtu, 5 metra atje. Kjo është për një kandidat s'është kur farë argumenti. S'është kur farë argumenti, dhe nësa i mështetet se prej qeveris do të ketë miliona dhe do të mundet me bo, ajo do më thonë nuk është argument. Mu më vjen keq me ato që kanë gja me ishkryetarën e Ferizajt, për cilin kom respekt jashtëzakonisht madh, edhe cili ka bu një për Bajrosh Xhemalin. Për Bajrosh Xhemalin, ata respekton krejt Ferizaj, qofshin ata të LDK-s, qofshin PDK-s, qofshin... Mendon që Bajrosh Xhemali është ende kryetar? Unë nuk e di, ma shumë thua se Recica e teledirijon këto, mirë po unë e kom, vetë mendimi jam është se Bajrosh Xhemali është një farë korifeu i Ferizajt, edhe pa dyshim ka qenë kryetari ma i mirë, në tashmë në kush do zgjedhet ta shohëm, po unë e shoh në Ferizaj, e shoh një luft shumë ngusht mes PDK-s edhe LDK-s. Astrid. Po nja, kësha dhonë në pak minutash bardhyli, se herën e kalu më anku që s'pelon me folë, që kina i sen, folë, po ta le, për t'ja pjedhe gjysë minutash Po, unë me siguri do t'lasë për sëri. Okej, se këta kuj tha krejt, do më thonë përgatit, kështu, mi thonë krejt edhe më më qitë më nërhije. Fakt, për një mes, po disha me thonë ma shumë se që a thanë të tret këtu, për pos që përdu me potencu bashkim Fazliun, që nuk të kenë debat për shkak se nuk ka hapësirë për gjithë me qenë debat, është një shembull interesant, bëtën. Pse po du me potencu? Jo pse njihem mirë me të ose diçka t'il, po du me potencu se nga tregon shumë, për posë raste tjera nga tregon shumë, ndoshta edhe se si është, ta shuim transformu për dëkehen gjatë rrugës. është një ish luftari UÇK-s, një njeri, një inxhinier, dhe jurist, një ngajthtar ose njerëzit më të ta quajmë kështu në thojza militant PDK-s, i cili në fakt një vit më herët thot, një vit më parë, diku na ashtu bardh më gabojnë data, shpreh paknacin me partinë sepse thot kjo nuk ka partia të cilën i zhdash me qenë PDK-ja, shpreh paknaci për korrupsionin, shpreh paknacin për nepotizmin edhe për gjëra tjera. Pra kjo është një transformim i rrezikshëm që e ka bërë PDK-ja në nivel nacional në për vite, ku nga një parti e luftës nuk ka arrit më shëndruar një parti totalisht demokratike, po ka u shëndruar një farë organizate biznesi i brendshëm dhe si organizate biznesi i brendshëm ato në kuadër të korporatës disa nga njësitet pëndohen tash. Përfshi edhe këtë Zariqin. Nuk pajtohena me Petritin,
që tha për Zariqin në parim nuk pajtona. Se si kryetari i kuvendit nuk mund të mi marrë as 50%. Nuk mund të mi marrë 50% të fajit të gjëra që ju i ka bo kryetari, si kryetari i kuvendit, për shkak kompetencat që i ka kryetari. Ati mund t'ja lojmë një pikë fajit në qoftë se nuk ka qenë aktiv gjatë kohës sa ka qenë kryetari i kuvendit në kritika ndaj kryetarit të komunës. Po t'ja japi, po mja shpërndo, po shkak se është letë janë shkalushëm, mja shpërndo, dhe më thonë gjysën e fajit, po të thëmë, prap, pa e njoftë në detaje vërmëtarin e ti dhe besoj që ato një mas mirëti, do shta ju dy po supozoj bardhi, unë e kam qatë me që në Ferizaj nuk jam qatë shpesh sa as njënin nga këta dy, edhe nuk i di detajet, po në besoj që këti shablonit, kur dojmë me tregu pavarësin tonë, edhe hedhim fajin për hirtë fakti që dojmë me tregu një pavarësi, ndajmë fajin ashtu ku ekuilibër, dëshojnë të bëjmë ekuilibër dhe ku nuk është, besoj që nuk duhet me bo. Kështu nuk besoj që e ka 50% fajit, anda shta e ka një 10%, 20%, nuk e di a datë, për ndave për gjysë, ta e ka gjysmën e fajit. Bashkë qeverisje, ka gjysmën e fajit. Ka një bashkë fajtor. Dhe kena mundësin më qarësu. Edhe për një arsye Astrid. Ai, derisa ka qenë kryetari i kuvendit... Besoj që një dikush Prishtinë, kryetari i kuvendit Prishtinës. Këtë që ka bojë Tisa Mustafa, për shkak kompetenca. Po, unë e pranoj që është kompetenca në pyetje, po nëse si kryetari i kuvendit për një vit e gjysmë, ai e ka pasi disa projekte nuk janë duke shkuar dhe nuk e ka ngrit zonin, është një farloj bashkëpajësi atë. Nuk ka të bëj vetëm me kompetencat, ka të bëj edhe me institucionin që ki. Institucioni që udhëheq sot vendimet më të rëndësishme në kuvend komunal mirën, do të thotë vendimet më të rëndësishme. Mirët vendimet për buxhetin edhe për plot gjëra tjera, mirë në kuvendin komunal. Derisa ai ka pasur që disa projekte nuk shkojnë, ndërkohë që nuk e ka ngrit zonën asnjëherë, për derisa veçse kur e ka pasur që nuk është kandidati i PDK-s për komunë Ferizajt, edhe tash po del nga PDK-ja, po shkon te një parti tjetër edhe po. Këtë bashkëfajin, bashkë do fajin. Nuk e thash për 50-50. Nuk është e drejtë me do fajin bashkë ashtu. Po nuk e do ashtu. Kuvend vendoset me pa një specifika. Absolutisht. Edhe funit kuvendi Ferizajt njëtë edhe si një kuvend pa opozit, praktikisht ne nuk kemi një farë opozit e dukshme në kuvendin komunal Ferizajt. Kjo është shumë më rëndësi. Me gjitha të, nëse po flasim për zgjedhjet, nuk e kemi një opozit dhe edhe herën e kalume ka qenë shumë problematik debati për kryetarët komunës të Ferizajt, pra arsye se ishte dominante një parti, si do të reflektohet tash bardh? A mendoni që do ketë ndonjë ndryshim dhe si do të duket balotazhi? Nëse a do ketë balotazh? Sigurisht, gara për Ferizajn është interesante krahasim me qytetet e tjera, për shkak se është e vërtetë që PDK-ja ka pas një goditje bukur tashpër, siç e përmendëm edhe këtu, që 3 kandidat tash praktikisht 4 kandidatë kemi për PDK-s për kryetar komune. 3 janë subjekte tjera, edhe ky aktuali. Kjo do thotë tregon për një thyrje dukshme në PDK në Ferizaj. Më mendoj që kjo ka më reflektu, por natyrisht më shumë se thyrja, unë mendoj se ka më reflektu dëshpërimi i madh i qytetarëve me qeverisjen. Kjo nuk është vetëm për Ferizajn, por unë mendoj se dëshpërimi për qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës është në nivel të Kosovës. Kjo vret. Ndoshta këto ja bë dhe sigurisht 2 mandate nuk është lehtë mbahen, sepse është reale që njerëzit konsumon edhe natyrisht që kjo duhet më shpreh sepse shihet edhe në terren shihet. Ndryshe, ndoshta kjo frym ka ndikuar që LDK në Ferizaj tash të jetë më mirë se përpara. Nuk është vetë çështja e kandidatit që për çdo respekt është kandidat i mirë, pa dilemë, por çështja e dëshpërimit ka prodhu një disponim të kundërshtarit. Në këtë rast e partia numër 1 opozitare, siç është LDK në Ferizaj. Mirë, ju mendoni që nëse sapo kuptoj balotazhi do të jetë i koncentruar në 2 parti? Absolutisht, unë mendoj që realisht tash nëse shikojmë opinionin në Ferizaj, balotazhi do të jetë me LDK dhe PDK në balotazh. Do të jetë një garë bukur e fortë, po. Unë mendoj kështu. Pavarësisht që vendvendosja ka, megjithatë s'mund ta nënçmojmë, por unë mendoj se balotazhi do të zhvillohet mes LDK-s dhe PDK-s. Do të ketë distancë banë se mund ndërhyj batën. Apo do të ketë distancë të gjën mes dyve në balotazh ajo? Po sondazhet flasin që PDK-ja është në avantazh. Flasin sondazhet, mirë po ata shpresojnë që fitojnë pa balotazh fare.
Mirë po mendoj se balotazhi do të jetë i pashmangshëm, e tash si do të shkoj pas balotazhit, kjo është çështje. Që unë pak besoj që pas balotazhit mund ndryshoj diçka. Absolutisht. Po e rëndësishme është që LDK apo rritet, kjo dilemë nuk ka. Petrit. Për balotazh, për shifra. Atëherë me pa PDK-n prej vitit 2007 këtej, do thotë shihet një lojë goxha madhe në shifra. Ta zon në vitin 2007 është fitu pushteti prej PDK-s, mirë po ka pas dikon 14.000 vota si parti, do thotë në raundin e parë, ndërkohë që mundem ta lusim regjin, nëse i ka se si ka qenë me hym të koha shifrave, valon nëse ka mundësi, vetëm t'i thom shikuzve se kryetar komune Ferizaj po i kemi PDK-ja 51.56, LDK-ja 11.25, AK-ja 4.17, LDD-ja 15.64 dhe AKR-ja 16.7. Po flitet për statistikat e vitit 2009. 2009, se këto statistikat e vitit të zgjedhjet parakohshme nuk hynë në me pa një trend që është rritë PDK-ja në 2007 14.000 vota, ndërkohë që në 2009 i merë dikon 19.000 vota, ku kalon 50 pik. 50 pikni, po. Nuk është 50 pikni, është 50.46% zyrtarisht. Do thotë vetëm e kalon, do thotë 50% plus një vota e kalon. Ka pas një rritje prej 5.000 vota, do thotë për 2 vite PDK-ja në Ferizaj. Ndërkohë që do thotë mandati nuk përfundon si duhet, zoti Xhemali vetëm për shkak të rastit do thotë jep dorëheqje dhe marrën zgjedhjet e lokale, të jashtëzakonshme lokale vitin që shkoi. Atëherë, nëse mund ta përmirësojmë çto, si ka qenë vetvendosja në zgjedhjet lokale të vitit 2012. Vetvendosja ka pas 4.500 vota, 4.500 vota. Do thotë ka pas të 15%. Tash në vitin 4.600 vota, jo 4.500. 4.600 vota kanë qenë sa më kujtohet. Zyrtarisht 4.564. Po mirë, 4.564, okej. Tash, prej vitit 2009, në vitin 2012, që bjen një 3 vite, kur marrën zgjedhjet lokale, PDK-ja në Ferizaj bjen për dikun më pak se 8.000 vota. Do thotë bjen ramja në vota. Dhe kandidati i PDK-s shkon në balotazh me kandidatin e LDK-s, mirë po në ramin e parë ka pas 40%, do thotë në vitin 2012 40%. Balotazhi ka qenë ndërkohë që Adem Sali. Ndërkohë që në raundin e dytë do thotë PDK-ja rrit votën e shkon te 15.000. 15.000 vota votojnë për kandidatin, do të thotë kryetarin aktual, që është edhe... Nësa të jemi të qartë se kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës atëherë, zoti Adem Sali ka qenë bukur i konsumuar në betejën edhe për shkak të afera, edhe për shkak të paqartësive, vërtetësisë, ikjes në LDD, kthimi dhe për shkak të betejës së mbrëmshme në Ferizaj, një mori i faktës të cilën e kanë bërë që në balotazh mos të ketë i pasuksesshëm. LDK-ja po ashtu ka pas një ramje ngritje prej vitit 2007, ndërkohë që në 2007 ka qenë vendin e 4, në 2009 LDK-ja do thotë rritet, rrin në atë nivel, ndërkohë që në 2012 rritet për 2.800 vota. Në vitin 2012 LDK-ja rritet në Ferizaj. Edhe kjo, përkundër asaj që ka qenë i konsumum si kandidat, Adem Saliaj tenton me mbledh elektoratin e LDK-s edhe të LDD-s, sepse është parë që aty ka pas lëvizje... Po rritja është i LDD-s, praktikisht i LDD-s. është rrit... Bashkuan ata dhe shkon të... Po kthehemi sipas kësaj statistike edhe të vitit 2012 të zgjedhjet e jashtëzakonshme, më thuaj, a ka shans që të ndryshoj sondazhi ku ka qenë PDK-ja dhe LDK-ja që mund të rrezikoj vetëvendosja, apo është larg realitetit? Të rrezikoj sondazhin? Jo, të rrezikoj që të shkoj për shembull njëra prej partive bashkë me vetëvendosjen, apo vetëvendosja nuk ka asnjë shans të hyjë në balotazh? Të pas parasysh këtë ndamjen mëna PDK-s, të pas parasysh disa figura të përfshi edhe Bashkimin, edhe Xhavitin,
ndoshta edhe në këshilltar komunal atje në Ferizaj, sepse në fakt këshilltarët komunal ndajnë votat, më shumë se sa vetë kandidatë për kryetar. Unë besoj që PDK-ja nuk mundet me majtë shifrën e 15.000 votës që ka pas në vitin 2012 do të thotë në zgjedhjet e kaluara, po as në raundin e parë që ka qenë 11.000 vota. Është problematike. Raundi i parë se ballotazhi pak probleme është problematike. Besoj që maksimumi ka qenë raundi i parë. Është problematike me një kandidaturë që është zoti Aliu, që për këtë 16 mujor, duke mos e konsolidu pushtetin e vetë, duke mos tregu në shembull shumë të mirë të qeverisjes, madje pat edhe akuza edhe për një shesh që ka nisë Ferizaj, dhe duke përfshi këto kandidatura të PDK-s, unë besoj që është problematike që të ruhet 11%, po që kjo nuk e rrezikan edhe nëse nuk ruhet. 11% i votave. Po, jo, 40% i votave i njerëzve që kanë dalë në vitin 2012. Është problematik. Po, nëse dalin njëjtë, do të thotë se kanë dalë 28% njerëzve me drejt votën në Ferizajnë prej 95.000 në 28, do të thotë 28% e njerëzve. Edhe nëse ka me pas ramje me Migjenin, do të thotë me Bashkim Fazleun, me Xhavid Zariqin, edhe me në thyrje tjetër brenda, PDK-ja është në balotazh, po që kjo nuk e di se çysh ka me u interpretu ose çysh ka me u pa te vetë LDK-ja. Zoti Svarqa ishte një kandidat ndoshta goxha i mirë, po nuk e di se si e ka konsolidu partinë, do të thotë për gjatë kësaj kohe. Kjo çon tash te pyetja tjetër ose diskutimi për vetëvendosjen e cila i ka 4.500 vota. Për gjatë kësaj kohe zoti Topalli ka tentuar që të jetë edhe në qendër edhe në Ferizaj, do të thotë edhe në Prishtinë në Ferizaj që të prezantoj pak a shumë edhe problemet e Ferizajit, por është problematike që duke ditur që prej vitit 2010 në vitin 2012 vetëvendosja i ka pasur disa vota më pak si parti. Është problem me besu që ky 4.000 votësh aktual të shkojnë në 6.000 që të ketë në garë me LDK-n, të jetë në garë, do të thotë edhe të shkojnë në balotazh. Besoj unë që PDK dhe LDK ndoshta afërsisht me ku shkojnë votat e AKR-s nëse humba AKR-ja vota në Ferizaj? Vota nuk ka pas shumë, do të thotë po megjithatë ai ka pas dikun rreth 5%, 4.8 nëse nuk gaboj. AKR-ja ka pas 1.400 vota në vitin 2012. 1.400 vota. Dhe a i runa të vota? Unë besoj që këto shkojnë të PDK-ja. Nëse që pash ka mundësi me ka një trend që këto vota me shku edhe të... Në bazë të elektoratit që ka pas AKR-ja. Në bazë të debatit që e pash sande, ishte një akuzë për kandidatin AKR-s, se ti ke ardhur me mbrojt kryetarin? Sakt, ishte ai debat. Unë besoj që këto vota shkojnë te PDK-ja, po kjo PDK-ja vetëm po i hiqen disa vota, do thotë po hiqet një numër i votuesve, çush janë kandidaturat e zotit Zariqi dhe zotit nuk mendoj se elektorati i AKR-s shkon te PDK-ja, është një elektorat që ka më shpërnda, bile unë kam bindjen se më shumë kanë me kalu LDK-ja. Tjetër gjë është përfaqësuesi i saj si shprehet këtu, sepse ka mund të ketë interesat e veta me këtë klasë politike që është, po ndryshe elektorati absolutisht unë mendoj që ndoshta më shumë kalon ka LDK-ja. Po ajo është i vogël, është gati i papërfillshëm në Ferizaj. Bardhyli u deklaru se PDK LDK do të jetë balotazhi, edhe kjo bile tha kjo do të jetë e sigurt. Astrid? Po me gjas nuk ka opcion tjetër edhe në bazë kësaj që përmend Petriti edhe ndëgjova me shumë kujdes analizën e këtij. Balotazh po se po më duket që edhe në balotazh PDK ka me hi kogja me pak numra, kogja hendikepume. Nëse për 40% e parashes sa parafërsisht mundet me ram përqindje PDK-ja. Bashkë po më intereson kështu. Po nëse vjen 10% është normi. Unë besoj që 10% është shumë, bardhën, 30% atëherë është rrezik. Jo, është problem, po mundet me pas një 10% në 9.000 janë 900 vota. 900 vota, 10% në 9.000. Kujdes. 11.000 o 10.000. Mund të jetë një, sepse ne po flasim edhe për një periudhë 16 mujore kur nuk e di se kur e ka marrë mandatin zoti Svarqa. Jo, pa arsyetime. Pa arsyetime, sa ta merr një që ka merr. Sa i marrin Fazliu e këta tjerë, parafërsisht. Me arsyetime mund të jetë
aktualisht do thotë në 2012 ka pas 11.000 vota, 11.700 vota. Nëse run 10.000 votashin është okej. 10.000 vota sa përqend dalin? Janë 1.500 vota vetëm total, më po folim me zgjedhje. 10.000 vota dalin diku te 36-7%, ja? Po. 35%. Humbjet nashme, domethënë kjo tregon sa i pa zaventsueshëm ka qenë Mendoj se nështë ajo është mirë me si argument kësaj me pas edhe faktin se në zgjedhjen e kryetarëve të fshatrave. Praktikisht e cila është hodheqin nga subjektet komunale, sigurisht. Ndërpre pikërisht. Sepse kishin një trend shumë pozitiv të LDK-s. Çdo pika. Dhe kjo është e vërtetë. Bile edhe në fshatin, në përgjithësi ka fshatin e Zotërisë. Në shumicën e fshatrave është PDK-a. Është PDK-a. Jo, s'është kandidat, jo. Jo, Bardel, ta kemi të qartë. PDK-a ka marrë ma shumë fshatra ka, por një diferencë e vogël është. Po trendi për marrjen e fshatrave ishte shumë i madh i LDK-s. Dhe ata ndërprejnë. Pikërisht ndërprejnë sepse me familje ishte matje e opinionit, matje e opinionit. Dhe ajo ndërprejnë. Nëse tash realisht në Ferizaj themi se zgjedhjet i përcaktojnë 2 fshatra shumë të mëdhenj, komunën e Ferizajt, Gremja dhe Komuglava. Ku kanë fitu? Qyteti zakonisht është heterogjen, shumë heterogjen. Pra, partia e cila ka elektoratin e vetë në të 2 fshatra, ata e din para prakisht. Tash momentalisht. Heterogen, i shpërndamna, por shumë subjekte. Ndërsa, këto fshatra përcaktojnë. Momentalisht, për shembull, dihet që LDK-a e ka marrë Komuglavën, kështu bile thuhet, ndërsa Gremja është ende pa qartë. Do të ka elektorat. Por Gremja kush është zgjedhur kryetari i fshatit? Jo, nuk e di, në Gremja e kanë ndërprerje sa di, nuk e di që e kanë zgjedhur kryetarin aty. Pra, kjo është barometri për Ferizaj. Për momentin është betejë në për fshatra. Po në për fshatra. Tash problemet janë mirë. Këta vrapojnë pas elektoratit, për shembull thuhet që PDK-a më shumë po punon nëpërmjet institucionit fetar, për shembull xhamisë thuhet që ata kërkojnë elektoratin e tyre. Kjo është e dukshme, absolutisht. Kosova ka treguar se xhamia edhe elektorati sot do të prodhoj, tash për shembull efekt kjo punë, ose ta zon për shembull ata u deklarojnë hapur PDK-a, pra komuniteti jashtkali që do ta mbështesin kandidatin e PDK-s. Që ata kanë një numër elektorati 1300 vota. Po ja marrim ndalje deri 800 dikun se kështu ka qenë edhe në balotazh. Mirë, atëherë janë 2 tema. Kjo është sa i përket Ferizajt. Nuk po duam i met borx se kandidati i vetëvendosur sot në paraqitje ka qenë shumë i përgatitur. Po don të po. Fatoni ka pas. Është jashtëzakonisht i përgatitur. Ka pas përvojën edhe herën e kalume, ka qenë dinjitoz edhe herën e kalume. Edhe po. Fatoni është edhe herën e kalume. Edhe elokuent edhe gjitha po. Është një pyetje që du përgjigjet shkurt. Zakonisht kur marrë zgjedhje lokale, asnjëherë liderët nuk japin dorëheqje. Edhe nëse humbin. Çka nëse një pyetje kolegu im Adriatik Kelmendi ja shtroi dje Albin Kurtit dhe i tha nëse nuk e fiton asnjë komunë, a do t'japsh dorëheqje? Ne këtë pikë është përgjigj jo. Nuk tha jo, po tha që vota e përgjithshme e vetëvendosit do të rritet. Kjo lanë nënkuptoj që nuk ka të bëjë me dorëheqjen. Është e qartë se në zgjedhjet lokale askush, kur humbin zgjedhjet lokale, askush nuk jap dorëheqje. A çfarë mendon Astrid? Çka duhet nëse vetëvendosja nuk fiton asnjë komunë dhe komunat fitohen vetëm nga PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja? Nuk besoj që Albin Kurti këtu si përgjigje do të më jap dorëheqje. Për shkak se baton duhet me ditë një gjë. Besoj që nëse një kryetari i partie në një farforme bëhet edhe udhëhec i shtabit zgjedhor, kështu thotë këto zgjedhje i thaj që unë dhe në këto zgjedhje unë du me pas rezultatin, dhe nëse Albin Kurti është në një kësi pozite në vetëvendosje, që nuk e besoj që është, nëse kemi një lider partisë politike dhe që e thënë, unë jam udhëheci i shtabit zgjedhor, unë jam udhëheci i zgjedhjeve, ju keni me vepru kështu, dhe kjo është synimi im. Unë e thash parantezën time se është Albini këtij do të jap lokale nuk japet kur dorëheqje. Po, veç kemi rastin ta zëm në AK. Ramush Haradina është udhëhec i shtabit zgjedhor. Nëse AK-ja nuk ka rritje me targetat e pritur, besoj që Ramush Haradina me përgjithësi. Udhëheci i shtabit zgjedhor. Edhe kur është kryetari i partisë, duhet me përgjithësi nëse rezultati nuk ka shku mirë, për mendimin tim. Nëse Albin Kurti dhe Isa Mustafa... Mos e ngarko, Ramush Haradina Isa po kthyer është. Po s'ka lidhje, ka him politik, po folim me fakt para me raportin me partinë, më shumë se në raportin me qytetarin. Për mendimin tim, nëse Isa Mustafa është udhëhec
për e kthej tash. Po ashtu edhe udhëhecësi i shtabit zgjedhor, në një farë forme, formalisht apo jo formalisht. Dhe rezultati zgjedhor nuk realizohen këto pritjet që po i përmend Bardhyli e Petrit e këtej, se na po shohim që në fakt LDK-ja, një klim që e ka marru vetëvendosja në Kosovë, një klim anti-PDK, që e ka marru vetëvendosja në një farë forme kjo LDK-ja veç po shkon pi mbledh. Me gjasë dhe me mbledh frutet nga një klim që e ka marru dikush tjetër, dhe nëse në kësi rasti Isa Mustafa e ka marrë përsi për fushatën dhe dështon, besoj që du të me e përgjithsi. Njëta vjen edhe për Albin Kurtin, po nëse liderët nuk janë të angazhum deri në këtë nivel, pra fushatën zgjedhore, me thonë, kjo është e jemja, unë për hi, me jep rezultatin. Astrid, pse du të me thonë përgjithsi kur s'ka institucion përgjithsis në Kosovë? Ja, kjo mas pare du të me maru institucionin përgjithsis. Kjo ma shumë bile etike, politike, e brendshme partijake, kështu se jo përgjithsi ligjore. Pra në këtë rast, as morale. Une ju thash për një përgjigje shkurt, fillut me... Shkurt, me rëndësi mu cek për mendimin të. Mi vesh me përgjithsi që si kanë. Astrid, po du me ta këthuj që se pajtu njerën me mu, ta shumë s'po du me pajtu me ty, po ideja është se derisa je kryetar partije, u emrove, u thetë se shtabit zgjedhor, e su emrove, a e pak rëndësi ka. Ka dallim pak se kur jeshtë udhëheci thu unë pe marr fushatën, unë po du me arrit rezultatin. Jo, unë besoj që kryetari i partisë aty jep direktivat e fundit, u emnu udhëheci fushatës se su emnu. Pra Albini do të merr dorëheqjen e Jo, kush e tha këta? Se pe interpreton. Po sillet. Jo, në thash që institucioni do të thotë i kësaj idesë së fushatës, se kush po organizon, se nën kujt ëmbrell po shkon, nën kuptohet momentin që kemi një kryetar. Kemi kryetarin, do të thotë Isa Mustafa, kemi kryetarin Hashim Thaçi, kemi kryetarin Ramush Haradinaj, edhe Albin Kurti. Këta janë lider të partive të tyne. Pak ka rëndësi, nëse ka dalë lideri, ose ka dalë Ramushi me thotë që jo për mu, po është për një kryetar. Nëse ka e ramje në zgjedhje, përgjithësi është e tina, nuk është e udhëhecit të shtabit. Unë nuk po flasë këtu për me dha dorëheqjen. Në fakt, unë nuk e... Si çdash as me... nështë ta mu pyet po nuk çdash me u konsideru shumë e rëndësishme kjo. Që debat nuk më bovë. Po, debat ka. Debat po. Për dështimin do të me pas debat. Jo, po tash dështim, nëse ka një parti, nëse vetëvendosja ka me pas prej 12% rritje në 15 ose në sa ata menojnë te 20, atëherë këtu ka një rritje progresive shumë të madhe në fakt, për 3 vjet. Edhe tash me hekti një lider i cili t'i bjen ta organizon zgjedhjet edhe ta bjen me një 5% rritje, është pak problematike për një parti. Ose për Aleancën Tazam në vitin 2007 ka pas 11%, vitin 2009 shkon në zgjedhje lokale, në vot në total shkon 18.% Tash ti kur në kulm të rritjes tane... Si është interpretu? 18 ka qenë një nivel të kryetarëve, po nivel të votës përgjithshme nuk ka qenë. Nivel të votës ka qenë prej 2007, 17.8 ka qenë. 17.8. Po, saksisht. Tash, nuk mund është ti me tha që derisa po ka rritje partia, ose po kiti elektorat që në ti po organizan, me nisme... Nëse ka s'ka rritje, ka rëndë. Menoj që... Jo, nëse ka marrë shefi i shtabit elektoral është ngarkesë shtesë ndaj një lideri që e merr. Se shefi i shtabit elektoral ngarkohet me aso që çum ish dash më ngarku me do të çum targeta. Ai bjen kjo Astrid se shefi i shtabit tani me u shkarku për kryetarit partisë? Po. Kryetari çka ka bati? Ka dal. Çka ka bë kryetari? Tash na shtyjum sa dush me fjalë, domethënë, nëse veç po do më kundërshtu, s'ka problem. Jo, po s'ka kuptim kjo. Ka kuptim se ti pe përjashton, domethënë, ne kemi një strumbullar të nalt që janë kryetarët e partisë. Ata shti nëse thu, ka dështu një kandidat ma poshtë, nuk mundë direkt me shku aty. Po nëse ti jetë që tu, për pos që je kryetari i partisë, ta shko ke edhe direkt i angazhu në fushat. Me detyr, jo me shku mi ndimu, po edhe me detyr në fushat, kjo ty të bënë edhe një herë ma përgjës se sa lider i partisë. Dhe me thonë, du të me nda, se hipotetikisht kështu që shpe merë ti, vesh me thonë, a është taj nalt kryesori, s'ka faj ose ka faj. Ti ke marrë përgjithësi shtesë, do nësë po du me ngarku Ramushën ajo se ai nuk më pyet mua ka me jap dorëheqja ajo. Veç e përmenda si shembull se ndoshta është i vetmi kryetari i partisë që është edhe kryetar i shtabit zgjedhor. Dhe si kryetari i shtabit zgjedhor dhe kryetari i partisë, përgjithësia është e 2 fish, te Isa Mustafa është e 1 fish, te Albin Kurti është e 1 fish, te ti është e 2 fish. A jep dorëheqja ajo? Nuk ka me jep. Asaj, as ky tjetri. Dhe s'po thëm që do të me jep. Po me relativizu me thonë, s'ka rëndësi se ka fajin më të nëpse o kryetari i partisë, unë mendoj që kryetari i shtabit zgjedhor. Njëri që ka marrë ka thonë, lema fushatën edhe ngëm mu, çfarë do me bën fushat,
Dhe që kjo fushat qebo, unë ka me qenë fushata që kam në nëzirë neve. Unë si qasi... Se tjeta i fajtori, kur mundet me gjithë 100 fajtori bravo. Sa është fajtori, dhe tash në debat po bojmë se na nuk qesim kërkëm para... Jo, Astrid, rëtona që parikemi ne, është probleme besoj që vjen mi da strukturat, dhe jo veç me thonë që nëse kryetari i partisë s'ka faj, dhe masi pas ka faj kryetari i partisë, as shefi i stabit zgjedhor s'ka faj, ose as këto kandidati për komuna. Fajësia rritet varësisht me detyrat që i ke marrë. Edhe rezultati, të mirat, rriten varësisht me detyrat që i ke marrë. Se qysh një kryetar partie bëhat shefi i shtabit. Ato nuk e di. Bile na është interesant. Bile si dash më bëhet. Bile na është interesant. Sepse kryetari duhet me autorizu dikon që i beson edhe që beson që ka sens të organizatorit. Albini Baton është s'peshot interesum në fushat zgjedhore. Domethënë me kaq pak interesim në fushat zgjedhore, unë shas një shej që në çfarë do rrethone, si në rezultat mirë, si në rezultat të keq, ka me marrë farfaj. Shumë pak këshon fushat zgjedhore, për shembull Albini. E sharova, parantezën e thash që në zgjedhjet lokale asnjë lider nuk jep dorëheqje për arsye se përgjegjësia është kryesisht e liderët dhe emrat të cilët dalin në si produkti. Që po dalin në fushat. Po. Bardhyl, a kena i fjali për këtë? A dush është bëha dhe kryetari i shtabit zgjedhor. Se kjo është konform logjikës partive lideriste, me koncept liderist. Partia është edhe tjera janë. Po, Bardhyl. Okej. Na po harrojmë se nëse o kështu të na qyshe e theksut ju, nuk o kështu në krejt botën. Kanë gja në 8 vjetë e fundit 3 herë kryetarët e SPD-s, Partisë Social-Demokrate, kanë dhonë dorëheqje kur i kanë hupë në venat caktuar zgjedhjet. E ka pas partit 6 muaj ditë, si e ka hupë zgjedhjet e para në një vend transishëm o dalë. E tash, në Kosovë nuk kisha thonë, ka partit kanë variacionet e vetë, api shumë krizat që i ka tash PDK-ja, ato që i ka njohë për para LDK-ja, normalisht kur caktohet targeti, okej, i kemë zgjedhjet Ferizaj, që unë i kumë pa herën e kalume për zonat të rastin e LDK-s, ki përgjësi. Do më thonë se është një shansë. Duhet mësohen liderët tonë me majtë përgjësi edhe në nivel nacional, edhe në nivel lokal. Mirë po, kur e cakton dikon me insistim që thotë, unë du mu bo kryetari Ferizajt, ose du mu bo kryetari Prishtinës, ose du mu bo i këtuit, atëherë e laj lider lokal me shku. Te na nuk përshkojnë as lider lokal, na pikem triciklum ata, edhe kur po humbin, edhe pse janë lider lokal. Kjo është tani shumë ma brengose për ne. Kjo është ma brengose. Te vetë vendosja, du më thonë veç një sen për këto zgjedhje lokale, vetë vendosja ka hi ashiqare vetëm me ma tensioni për zgjedhje nacionale. Na i kena debatu... Hynën tem të cilën dashta me hap, me njëherë, fushate abut, apo para pregaditje për fushatën e madhe. Një fushate cila nuk ka etiketime, ka me mundësit e tyre shpaloset e projekteve. Ju në këtë studio i keni bot tokë të gjitha projektet e komunave dhe të gjitha tyre që kanë me ndonjë përjashtim. Dhe natyrisht kemi si kur më përpara përfaqësimin në debate të liderëve dhe prezentimin e tyre edhe në fushatën lokale. Një për të dhënë siguri dhe dyta për paralajmërim të një të zgjedhjeve të ardhshme që mund ndodhin. Si e sheh këtu, vazhdoje me logjikën aty ku mbetet. Unë ajo çka po e vrej, edhe pse na i kena përcjell ton kohën këto debate, kur debate më të qeta mes kandidatëve qofshin gjitha qytetet që i kena pa nuk kanë qenë. Edhe liderët nacional nuk janë shumë të usur. Mu ka fillu, pram kanë fillu disa zgjidhja që i kom vrejt, po do më vajtë qëtë. Pse? Pikrish pse e kom një përshtypje të gjithë janë të hi me një farë komoditeti, që do më thonë shpres e projektume, për zgjedhjet nacionale dhe janë të e matë veten edhe në teren edhe kështu. Unë e shoh një PDK e cila nuk po din çka me bo me parlamentin, e s'po din çka me bo edhe me pjesë regionës, s'po din çka me bo edhe me demokracinë e mrenshme, s'po din çka me bo me ata 7 kandidat që i caktoj me kandidu për herë tretë, e ku i kanë gja shumë probleme, aty kanë gja për më duket edhe ajo ziza ma e madhe, edhe shoh një PDK që javën e fundit ka më rritë tensionin me sulme ndaj tjerëve, sikur që e shoh dhe një LDK e cila prej mëromshin duket ka fillu me mi dhon ato rezonancat për zgjedhjet nacionale dhe gjuha ka mu ashpërsu, besoj kemi gjigju javën e fundit atë gjuhën e Isa Mustafës që ka qenë para 4 vjetë kur ka konkuru për kryetar të LDK-s në atë zgjedhjen me Fatmir Sejdiun.
kemë me pas edhe një Ramush Haradinaj i cili ka mu detyru tash pak në të vijen ko mu bo kryeministër me kalzu edhe kah edhe si mund mu bo kryeministër, pra du të me marë pozicion. Edhe po i vjen era zgjedhje nacionale. Këta mujnë me thonë kështu komplet. 2-3 pika. Vetë vendosja as që ka hi zgjedhje lokale. Ja, kjo është Kjo ka hi, mirë, është përshtypja ime. Unë megjithatë, mendoj se vetëvendosja nuk është pa gjasa. Edhe nuk ka hy veç thjesht me testu vetën, vetëvendosja shumë interesume me marrë ndonjë nga komuna. Cilën? Edhe për shembull, tash realisht për bindjen time ata që ndrojnë mirë në Prishtinën Gjilan. Bilen Gjilan kam bindje se mund ta mbrijnë edhe baletazhin. Pra nuk është krejt. Me mri balotazhin. Absolutisht. Pra, Gjilan ka gjasa reale me mri balotazhin vetëvendosja dhe LDK-ja. Kuptani? Absolutisht. Edhe unë mendoj kështu. Anketat e fundit ka gjasa reale. Unë nuk di. Unë veç po... Janë dhe disa komuna tjera të vogla në cilat vetëvendosja është e interesuar në marrë. Se dëgjëm, ne vardhyli rritin e, më falë se po ndërhyj se ja jep ato minutazhat më herë. A me dha? Ja dhash minutazhat më herë ti po ndërhyj anëta. Okej, Petrit. Sa ruin edhe shka. Petrit, mas me kujdes kena nguti. Ta shpillu me debatua. Mas me kujdes kena nguti. Do të thonë te bile mos vanko. Sot me statistika bile edhe ju më pajtu me ty kështu mas shumë të njetë. Zërë që kena më pajtu njërë ma shumë. Kështu, do me thonë, se të vetëvendosja, unë pesho që LDK-ja pëmon e ka një shpres, edhe rritja e pritur e LDK-s është shpres në punën që e ka bo dikush tjetër. Pro, në punën që e ka bo, vetëvendosja në rangun kombëtar, qashtu që e ka bo me plot veprimet mira, me plot gabushme. Po na nuk mundëm me thonë që vetëvendosja, mundëm që sakt me thonë, dhunëmëj me thonë që vetëvendosja ka qenë e vetëmja opozite dalushme në krahas me PD-kën. Vetëmja e kundërta në raport me PD-kën. Tash. Dy pyetja. Po, me thonë. Tash, jo, ka dalë. Zgjidhje, tash, apo folim, zgjedhjet lokale dhe refleksioni si zgjedhjet nacionale. A bën dynën pyetje me ti, po? Po, gjithësysh. Jo, e kini slogan, komuna sot edhe Kosova nesër. Edhe potencimi është zgjedhjet do t'i fitojmë vitin e ardhshëm. Do me thonë paralemrim për zgjedhjet të jashtëzakonshme. Nesër Kosova është me boll do të. Dhe e dyta, unë do t'jem kryeministër i Kosovës që e ka Ramush Haradinaj. Dy, po themi, slogane, të cilat e përcaktojnë se zgjedhjet do të mbahen dhe beteja për njërin palë dhe për palën tjetër do jetë kogja e ashpër. Po themi se nëse Ramush Haradinaj dëshiron të bëhet kryeministër me kë, pyetja ime është me kë. Dhe nëse Zoti Isa Mustafa do bëhet kryeministër me kë. Dhe nëse Zoti Hashim Thaçi thotë që unë, Partia Demokratike, do fitoj në zgjedhjet e ardhshme me kë. Këto është shumë përgjigje më thjesht në botë është domethënë. Mirë, që unë e shtrova si pyetje. Veç Hashim Thaçi e ka problem me kënd më bë kryeministër. Sepse edhe Isa Mustafa dhe Ramush Haradinaj duhen me qenë kryeministër vetë. Vetëm Hashim Thaçi e ka problem me u bë kryeministër. Si kryetar e ka opsionin e qelë. Edhe me LDK-n në parim, domethënë pozita është e lirë. Po folin në term të pozitave. Edhe nëse Isa, edhe te Isa, edhe te Ramushi pozita e kryetarit është e lirë për Hashim Thaçin. Për dikon të PD-kës. Ta supozojmë kryeministrin e sotëm Thaçi. Jo, ti po do më thonë që LDK-ja në një variantit më të lehtë do të ketë koalicion me PD-kën? Absolutisht, nëse Isa Mustafa synon me u bë kryeministër, nuk mund me pas koalicion me AK-n. Pse? Sepse Ramush Haradinaj e ka mision të papërmbushur kryeministrin e Kosovës. Nuk besoj që Ramush Haradinaj ka u pajtu me kryetar të Kosovës ose me ministër të rendit. Dhe ti e levesh një opcion, që koalicioni PDK-AK është i vetmi për të realizuar këtë qëllim. PDK-AK dhe PDK-LDK, po me kushtin që PDK-ja të ketë kryetarin, nëse s'është e pa. Domethënë, PDK-ja ka problemin me ndërtu koalicionin i cili ja jep postin e kryeministrit. Atëherë të kthehemi fushat e butë edhe para përgatitje për një betejë të madhe. Aty isha unë ty e shpjegoj, domethënë, ku janë votat që po shpresoj, jo se u ndërprem. Po s'ka lidhje, domethënë. Pa problem është ajo punë. Domethënë, LDK-n ne shpresojmë që rritet me punën e dikujt tjetër, me opozitarizmin e vetëvendosjes, edhe nga kjo sa ka me mujt LDK me përfitu në teren nga kjo opozitarizm i vetëvendosjes, tërheqje e votës saj, ka më varë dhe sa ka me qenë vetëvendosja e rritur. Domethënë, unë halo nuk besoj, halo nuk jem i bindur me shumë këto që e kanë thonë që ndërtu fryma e LDK-s. Nuk jem i bindur.
nuk jemi bindur. Besoj që është ndërtu, u kultivu dhe u forcu fryma anti-PDK në secilin qytet të Kosovës. A komi apo hajrin vetëm mas shumë të LDK-ja, që saj fryme të cilës nuk e kanë ndërtu ajo, veç merremi vesh që tu. Nuk e kanë ndërtu që të frymën anti-PDK LDK-ja, se vetë nëse e shikojmë çfarë opozita ka qenë 3 vjet e fundit, është nuk na bjen. A do tjetë vetëvendosja viktim e faktit që nuk i ka njerëzit në teren, edhe nuk ka me arrit mi mbledh frutet e luftës saj, po ka mi amale dhe këja ka më varë shumë. Edhe që kjo na bjen të ajo pytja më Po e merë apo jo? Nuk kemi sigurt, halo besoj që LDK-ja nuk ka asë një arsye me u rritë. Jo, një arsye është se bashkimi me LDD-n me gjithat ka prodhu një efekt. Jo, me matematike kom petritin. Po jo, tash... Edhe me rreu. Po thëm, në kuadrë të një vlerësimi të veprimit politik të saj. Po thëm, po në pajton edhe me atë logjikën që ka me i shvizu... Dhe besoj që vetëvendosja ishtë dash më rritë, po një sen besoj që është esenciale me përmen baton dhe pse nuk kom pyte. Po shumë me rëndësi që më u ditë që qëto zgjedhje nuk ka me kon zgjedhje dhe sa të ka më bo kesh përdorim masiv. Absolutisht. Dhe më thonë, interesi jashtë zakonshëm i ndërkombëtarëve në përcjelljen e përgjegjësisë zgjedhësh, dhe i lokale, po dhe i ndërkombëtarëve. Dhe më thonë, edhe gjithë ato projekte që i ka dikush për mi prish zgjedhjet, mendoj që janë projekte të gabueshme. Jo, shiko Astrid. E ke adresu qartë. Kush do që i ka, unë besoj se të paknaqit mund me pas projekte për mi prish zgjedhjet, besoj që kjo projekte për mi prish zgjedhjet kanë qenë, janë kështu ka pak edhe përcaktuese tek të tjerët, që mos me prejkë fort votën, po peshon nga mas 3 nëntorit Batuni e ka atë emision një ka një. Jo, është më rëndësi. Jo, problemi është Astrid, a mund të ashtrojmë kështu, se ideja të Batuni është kjo. Ose shkone mas një herë për procesin zgjedhor. Si shiko, zgjedhjet... Kemi edhe 10 ditë. Jo, Astrid, zgjedhjet lokale dhe ashtu, logikisht janë test për zgjedhjet qendrore. Pa dilemë s'ka. Por ne tash mund të ashtrojmë dilemën. A do të përdojnë një konfiguracion tjetër politik para se me hynë në zgjedhjet nacionale, zgjedhjet lokale. Unë mendoj që po. Po ka me shku s'pedi. Fundit. Ka me shku s'pedi sakt. Po mirë, ta zonë për shumë nuk është për më nënçmu dhe do duhe një analizë, ndoshta ides Jakub Krasniqit me Fatmir Limaj. Me gjithat, ta zonë tash po e marim kushtimisht që po e merë Malishevën. Po dhe ka me ndërtu për dhe këtë. Po, dhe do të kemi një konfiguracion tjetër. Ka ide për shumë që nështë edhe vendosja mund bëhet me qatë subjekt bashk, do të kemi ndoshta edhe riorganizime, rireshtime. Unë mendoj se qëto zgjedhje lokale kanë me prodhu shumë qka për cilat do duhej... Unë jam për me ndëgju, për me gjitha të duhet një korektur në atë që thoni. Vetëvendosja ka një qëndrim qartë. Vetëvendosja nuk hinë koalicion me asë një parti politike dhe nuk ja vota dhe në balotaż nuk ja vota asë një parti politike. Jo në zgjedhje lokale. Kjo është qëndrim i vetëvendosjes. Edhe në zgjedhje përgjithshme. Atër se pas një ndëgju vetëvendosje. Po, ka në qëndrim, po më ne që do të që ka thonë vetëvendosje. Unë po them mundësit. Unë ju besoj këgja shumë aty që thoshtë. Kjo është një variant e cila do duhet diskutohet. Tjetër që diskutohet. Unë po them që me mundësi reale. Baton, mu po më bën përshtypje ideja që është kriju një atmosferë anti-PDK edhe potencialisht që ky farlloj trupi elektoral mund të më shku në LDK ose në parti tjera. Është problematike nëse themi që atmosfera anti-PDK ose anti-qeverisje, anti-krim mundet me jau mvesh pak që këtë atmosfera ka kriju vetëvendosja, elektorati vetëvendosës për këto 3 vite me shku tash për shkak që vetëvendosës ka qenë shumë e aftë me mbledhje të vota me shku te LDK-ja. Në fakt, kjo është matematika që nuk pranohet hiç. Nëse është kriju atmosfera anti-PDK, është LDK-ja mitet në nhije këtu. Edhe ai trup elektoral nuk ka shans me shku te LDK-ja, po gjasat më të mëdha aktualisht, nëse po flasim për çatë atmosferë, mund me shku gjithsesi te vetëvendosja, po mundet me shku pjesërisht edhe te 2 kritikus më të mëdhaj të PDK-s aktualisht që kanë qenë do të thotë mbrana sot janë jashtë. Nuk e besoj në asnjë variancë nëse është kriju kjo atmosferë për 3 vite, LDK-ja të përfitoj. Unë besoj që LDK-ja mundet me përfitu për shkak një riorganizimi, për shkak një standardi që ka dasht me kallëzu në zgjedhje ku ju ka thonë njerëzve nëse humni në nivel komunal doni me dha dorëheqje dhe atë shembull do të me çu tutje, mirë po nuk e besoj në asnjë rast,
Po mendoj mas kryetarit e LDK-s veç ti po je gatshëm i gjendje me po. Nuk ka pasur organizim LDK. LDK ka morrit vetë nëse një pjesë e votave të thatë janë anti PDK. Të reja kanë me shku te ajo. Nuk ka asnjë organizim. Kundërshtari më i madh i PDK-s. Po s'ka lidhje. Kundërshtari më i madh i PDK-s. Astrid, kundërshtari më i madh vish me ta jap edhe këto. I PDK-s për 3 vite ka qenë vetëvendosja. LDK-ja ka qenë herë... Unë jam me ty, ideja aty. LDK-ja ka qenë herë në bashkëqeverisje me PDK-n, herë jo. Ata me çfarë logjike ti po e zgjidhja më e sigurt. Me çfarë logjike po e nxjerr çat trup elektoral me nxjerr tash me LDK-n. Derisa LDK-ja ka qenë herë kundër. Njëjta dilema i kam. Pse ku spajtona me ty se ama një shembull të riorganizimit të Pyetja e ikjes e elektorit. Pas po foni me ty unë veç veç të Pyetja e ikjes e individëve në PDK. Jo, pyetja se ju po thoni që PDK-ja do ikin elektorati. Dhe për shkak të përplasjeve të brendshme. Na kemi të bëjmë me ikjen e individëve. Mos themi që ka më shumë hidhërime brenda kësaj partie se sa ikje. Ose hatër mbetje nëse mund ta themi kështu. Po a dini dhe a keni të qartë se a është ikte elektorati apo jo nikë individet. Si do të reflektohet kjo? Po, vetëm pak se folën gjithë besoj edhe patën mundësinë keq Astritin e dëgjuar një 10 herë të thonë që nuk pajtohet me Petritin. Petriti i dha shpjegimet e veta, unë po duam të thonë diçka për PDK-n. Po se këta kandidat për PDK. Jep mendimin tuaja. Ani, lutem, ë? Mirë. Kemi thënë mos ta bëjmë debatin se janë për tej. PDK-ja para ka pas prej mas luftës një elektorat jashtëzakonisht stabil. Edhe në fillim mas luftës, edhe kur ka fitu në fund, nuk kemi në rritje të madhe, po një elektorat jashtëzakonisht stabil. Unë në atë stabilitet muj me pa një humbje 7, 8, 6%, 5% me gjitha këto ndamit që janë bo, po nuk shoh ma shumë. Për arsye se po flas për një elektorat me të vërtet stabil, edhe këta kanë arrit në kohën kur kanë qenë pushtet edhe me ushqyat elektorat. Edhe më ushqy me nejtë gati. Bile për këtë punë o PDK-ja jashtëzakonisht e njoftën si strukturë. Okej. Tash po du me dalë të një pjesë e Astritit që tha edhe gati më shtini mu mëdhim të vetëvendosja, tha, vetëm pak lutëm, tha frutat e opozicionarizmit saj 3 vjeçar, tha, kanë me i shku LDK-s. Tashi. Ka rrezik tash edhe s'besoj që kanë mjekë, veç mos më ketë cita. Tash unë nuk besoj. Po tjetër arsye për më shiu s'po na rrog bresh jo lem ta përfundoj, ha. Ta shtoj tezën. Me reagu për shkak se s'po më citani drejt. Ta shtoj tezën. Po. E tash. Unë besoj se një elektorat që e ka vetëvendosja e ka shumë zor me rrit me atë tezën jo vetëm anti-Thaçi, po anti-LDK, anti-Thaçi, anti-PDK, anti-Ulex. Aty elektorat anti në Kosovë ma shumë se që ka sot vetëvendosja nuk mund është me kriju. Është problem. Është problem. Ka një refuzim, jo veç estetik, ndaj asaj qasje. Anti. Edhe për këtë arsye nuk i profetoj nëj rritjet madhe. Pra ndaj, gjdo elektorat që mund shkoj të AK-ja, të LDK-ja, nuk është që pja merë dikush hakun vetëvendosjes, po është pikrisht qasja serioze ndaj politikës, e nëse ka diçka, vetëm pak, lutëm. Nëse ka diçka... Ki mundësi më nga spjegu, qasja serioze e politikës e kujtë? A ka LDK-ja lidhje me krimin? A ka lidhje me krimin? Po, shumë rast e ka. Shumë rast e ka. Adem Salia i për shembull, është halal LDK, ky nuk është duk. Nuk është kandidat. Ku është kandidat? Nuk është kandidat, po e ka pas herën e kaluar. A ka qenë 2010-ën kandidat i LDK? A ka qenë 2010-ën? A ka qenë 2010-ën? Shiko, pardon, se ne... Shko me pas në parti. Vetëm ne mund që parti e krimit, po edhe me shpërlakë... Jo, a është parti e krimit? Kush, po është PDK se parti e krimit. Ka individ të kriminalizu, po nëse thu që PDK, si PDK. Po është parti e krimit, besoj që ki ka me. Jo, që unë bja tregoj rastin ma të pres që ju dasht me diskutu dhe media tona. Vetëm pak, Bart, se tash po më këtë citoni. Unë nuk e thash që është e krimit, unë e fola për atitudën e VVS që e qunë partit krimit. Tash, me atë mision nuk mund është me marrë ma shumë vota si VV. Okej?
Kjo është pika parë. Nëse ka rritje LDK-ja, tash po ta them trosh, pse nuk i përcjell zonat, është problemi yt, po nëse kandidati Gola në Gjakov, kandidati Sfarçan Ferizaj, ajo çka po zhvillohet në vitit, ja, po kujton që i ka pru ato vetëvendosja me programe. Rritja është e supozuar. Dikush i ka punuar, apo jo? Rritja është e supozuar. Çfarë programi? Ristrukturimin o burr. Mirë dhe bërë në shtratë. Po ti moje mendimin tonë. Tash partia e krimit është PDK-ja, ato ma... Jo, se the. Ma veshe, e t'lutë. Jo, s'ta veshe, se e ki mundësin me thonë që s'keton. Të hanën do e vazhdojmë këtë pjesë debatit, por na kam bet klina se i detyrohemi për 7 minuta me kry klinën. Mi jep pak, nëse të lutem, pjesë nga debati dhe pastaj hymë në debat dhe deri sa jem rrënë debatit në jep edhe shifrat e klinës. Faleminderit. Valon. Po vërtet alianca edhe përkundër individëve që janë shkëput në momente të caktuara është më e fuqishme, është më organizuar, është më stabile dhe me garancë të plotë. A janë individ apo janë persona që quajnë peshë, në fakt, që kanë quar peshë përse takon mbledhjes e elektoratit, zoti Berisha? Unë e them me përgjegjësi të plotë se ata janë individ dhe kam besimin e plotë se do të jenë jashtëzakonisht zhgënym me daljen nga radhët e aleancës. Koncentrimi i ndërtimeve të larta kryesisht në qendër të qytetit, në sheshin përreth sheshit Muj Krasniqi, ka bërë që në një farë mënyrë të ngulfatet qendra qytetit, të zhduket ose të zvoglohet hapësira publike. Sot dhe që banë koalicione, sot dhe që banë thire edhe u këthen dreka për notë Bajramit të gjithë serbëve të Klinës, bashkë me kryeministrin e vetë Hashim Thaqin, në hotel Njura, edhe kërkon për i gjithë, do të ka kaplu frika dhe do të humbë, sepse kanë vendosë qytetarë të Klinës. Po shpenzoni kohën? Në këtë nivel nuk isha ra me bo debatin me kundër kandidat për arsye se qytetarëve për servirin të pavërteta dhe une tash janë kandidat. Unë thash për qytetarin. Realisht, asë një investitor nuk është largun nga komuna Klinës, për djeni të gjithë qytetarët komunës Klinës, ata të cilët dhe gjojnë interesin e tyre, ne si komunë ju kemi ofru të na mundësit. Ne Klinë operojnë disa fabrika, është dhe fabrika produkteve që unë të nështë ta nuk e din, është fabrika tjera që jenë edhe private, që është Amareti, fabrika purdave, fabrika farave, agrobotrinti, shumë fabrika tjera të cilët e ka një numër të konsiderueshëm të punësuar, dhe më thonë që kanë biznes, kanë hapësirë, kanë bikësyre. Po, sa kanalizime i ki që të kanë mjetë në gjysë, si ka moni pëshjeli? Po terqi. Po terqi. Po terqi nuk është për fojnë e komunës. Jo për fojnë temë është. Po, edhe tjera. I ka ndërtu kanalizime, e ka prej një katuni, ja u ka qu katuni tjetër. Do me thonë, me ishti me nga truat shokët në vjeti. Kemi në studio për të vazhduar biseden e pat pamjet, do me thonë pjesë nga debati Klinës. Unë konsideroj që ka qenë edhe një prej debateve të qeta, me nuancat e, po themi kështu të ndoshta paqartësive dhe shije që ata të cilët në Klinë konkuronin e njenin mirë njërin tjetrin, po i kishin ngërçe bukur shumë për ndërtuar një gjuhë ndaj pushtet mbajtës të këtij momenti ose ndaj kryetarit të tashëm. Si e sheh Klinën Petrit? Ja, i kemi edhe rezultatet, Partia Demokratike 39.45, LDK-ja 18.67, AK-ja 31.60 dhe LDD-ja 4.36. Nëse këto i shtohen edhe votat e vetëvendosjes, të cilat mund na paraqitin Klinë, tash në sondazhet nuk do t'i përmendim për arsye se ato janë pjesë të vetëm të një iniciative private, ose iniciativa private janë disa sondazhe, atëherë ky rezultat nuk duket kështu, apo nuk duhet të jetë kështu. Si është e Klinën tash? Që shupa dhe në debat, kënë një pitë debatet zakonshme do të thotë në komunat vogla, sigurisht diskutuat aty për projekte infrastrukturore, për investimet vogla të mëdhaja, pa në vizion në fakt, nuk ishte
në diskutim substancial, me thot drejten. Kishte një mbrojtje prej kryetarit, do thot për sulmet që u bën nga Aleanca, kryesisht dhe nga LDK-ja një pjesë, po dhe nga përfaqësuesive vendosis. Nuk pat problem është me thonë cili ishte fituesi ose humbsi, projekcionet e, do thot, me këto që ka po flasim na, është që ka një tendencë të rritjes të aleancës prej vitit 2007 në vitin 2009 me 2500 vota. Do të thotë, derisa aleanca në fakt edhe shkon edhe në balotazh në vitin 2009 me PDK-n. Unë nuk e besoj kjo qeverisja 6 vjet ose 6 vjet e PDK-s në atë pjesë, nuk besoj që mund t'i krijoj rritje elektoratit, pa marrë parasysh nëse është shfrytzu pushteti prej pushtetarëve dhe janë mundu me kontrollu votën. Do të nëse kanë qenë te 6300 vota në 2009, është problem me majt këtë numër. Besoj që kjo bjen të 5.000, që i bjen një 200-300 vota PDK-ja për këtë mandat 4 vjeqare. Kjo i bje që PDK-ja do shkojnë në balotazh me kë? Kjo i bje nuk pidi sondazhet më të fundit që mujnë me qenë, mirë po PDK dhe AK shkojnë në balotazh në Klin, me një tendencë ko gjatë madhe të qasjes e AK-s me marrat komunë. Mirë. Bardh, sa një Klinën? Jo, nuk mund të flasë shumë për Klinën, absolutisht, po them këtë ato janë probleme që i përcjell dhe komunat e tjera, absolutisht. Edhe është qetësuese është për shembull ato projekte që premtojnë ata, që po diun ato, edhe pse janë gjëra që praktikisht ne nuk do duhet as mi ndëgjuar në fushat se qytetarët kanë probleme shumë banale. Shëndetësia, arsimi që janë 2 shtylla të shkatruar, degraduar deri në fund, ata merren me projekte shumë të mëdha, e di që kanë probleme me ujin Klina vazhdimisht, a e zgjidhin atë problem nuk e di, por ndoshta ta tjerë të më flasin më shumë. Astrid. Balotazh bata. Kush? PDK-AK, pasha dhe debatin, domethënë, është shumë interesant se ne shumë për gjëra që i ndëgjojmë për mënyrën e qeverisjes në komunën e Klinës, ne këtu në Prishtinë nuk i dëgjuam nga kundërkandidatët, pra për mendimin tim ata nuk ishin shumë efektiv si opozit ndaj Sokol Bashotësh. Sokoli kishte një qëndrim kështu gati mos përfillës ndaj kundërkandidatëve. Është vërtet, u ndike shumë i sigurt. Shumë i sigurt ndije, domethënë, nuk e di, ose i ka më guxoj me hyn para gjykimit për shkak se kisha hy shumë lehtë, se ato që ai kom dëgjuar unë për mënyrën e qeverisjes në Klinë, në Prishtinë, për njerëzve që janë të Klinës, janë shumë më të rënda në raport me kryetarin e komunës se sa çka u fol në debat. Po tashu edhe një pyetje, pse nuk ka një debat tjetër kundërshtues programeve me njerëzit që konkurrojnë për me kandidat tjerë për kryetar. Po këtë orientohen të kryetari dhe e fusin në një pozicion viktimizimi, i cili shumë herë del i favorshëm për kryetarin. Pse nuk kanë debat? Si është e mundur që atakohet veç një kryetar dhe nuk ka ballafaqim të projekteve të kandidatëve tjerë? Projekte shumë pak kanë baton, edhe po mduket që secili e njeh pozitën e kryetarit, edhe mundohet me mënyrën se si argumenton në raport me kryetarin mi fitu zemrat e votuesve. Sokoli, po të them, nuk ka befasu me qetësinë e tij, edhe me faktin që nuk i bën të fort përshtypje çka ka. Një lojtar goxha i mirë i pokerit elektoral të Klinës BBS. Bardhyl. Po e përmend edhe para se të hyjmë në debatin për Klinën. Unë jam përapërsisht i njëjtit mendim, unë shoh një garë shumë, ka me qenë shumë e ashpër mes PDK-s edhe AK-s. Bashkotës ju thanë shumë sene që si ka bo, po ka edhe shumë sene tjera që i ka bo. Normal a i pëmer ke ligjin pak si elastik. Do më dha vetë ndërtesën e komunës, e ka që 2 katë manal kundër ligjeve të komunës, kundër regulorës urbanistike. Sene të më e kishë bo bajbur, tash. Kryetar komune jam, po si duket ka punu, se në ato vrejtjet e rana që mujnë mjë dha një kryetari për oponentëve, nuk pat kësi bara shumë maja. Ajo që ka është AK-ja, theksoj shumë mirë Petriti, është në rritja atje, po me gjithat i shoh shumë knap, i shoh shumë luft barabart me Zelenajtin. A LDK-n apo AK-n? Ja, AK-n e shoh atje në balotazh, edhe shoh shumë të fuqishme në balotazh, po e shoh shumë të fuqishme edhe PDK-n. E tash, është aty edhe një gjë.
Kur shkojnë në balotazh, fillojnë probleme si gjithkund tjetër, kush me kon lidhet, aty e dim se herën e kalume LDK-ja ka ditë me lujt besht, se ka ditë edhe vetë ka po shkon, na tash e kem atje një koalicion që është faktikisht prej Komuniteti katolik ka qanë problem. Tash i kem atje, do më thonë, i ke PDK në asamblejën 9 vetë, AK 9, LDK, LDD 8. Kështu që e kini mirë, po garën e shoh definitivisht mes PDK-s edhe AK-s, edhe ka me qenë shumë knap. Mujna me pol atër kur të fillon balotazhi. Mirë, do është me thonë këtu një problem. Ajo që jam bashkë më ka ardhë shumë interesant, që asnjoni prej kandidatëve nuk e përmeni një rast shumë simptomatik për Klinën, dhe që ka të bëjmë me sharcimin. I cili nuk lejon... Qytetarët nuk e din të zona se ato burimet e eksplorimit dzejës atje në Kaçanik edhe në Hantelezit ju kanë sos sharcemin, ata qysh paranikohet shumë gjatë, krejt në mënyrë ligjore, kanë bo një kërkes në kuvendin komunal të Klinës, kërkes për eksplorim, aty janë edhe 2-3 gurthys tjerë, të më dha është fjalla për disa kilometra larg qytetit, edhe komuna e ka dhonë një farë lloj përgjigje që asë përgjigje në kohë komunës më anku në aspektin ligjor. Çudia e madhe është që ky projekt vetë Klinës i bjen shumë gjana interesante, e para te ai eksplorimi, sharcemi është i detyruar dikun 5.5 milion mi investu, aty hynë dikun deri 500 vetë punësohen. Mandena, në projektin e sharcemit është gjithashtu ndërtimi e kurudhës, për arsye se ajo zeja nuk mund më bajnë ndrysh pos me e kurudhë, që është një investim tjetër prej 2 milionë gjys, edhe nuk e vrejta asë njoni pi kandidatëve që ja tha tjetrit, edhe kjo ka të bëjmë atë që tha ma herët Bardhi Spedia këtu a para emisionit, që është aty një farë faj kolektiv që e kanë si duke 3 bashkë, e se përmen ke asë njoni. Tash nuk pe di, aty a kanë nëjë marveshe, kush do që ta merë ka pak... Qika shantajit. Po shumë simptomatike për arsye se me të vërtet e shoh një projekt shumë të madhë për... Me gjithatë bazat e interesit... Me gjithatë bazat e interesit në Klinë, të gjitha partive politike janë të komuniteti katolik, i cili e ka një përqindja të votave në Klinë dhe kur përcaktohet, atër e kështon avantajet një partije politike, si të mos në balotazh. Dhe dyta, problemi i sharcemit ka të bëj me interesat cilat blokohen në një mënyrë apo tjetër, që janë për të Klinës dhe bazën e ka kërkun tjetër vetëm lezh. Po, me gjithatë, kjo është një... Unë të të që jo mangat? Jo, po mirë tash lezha edhe ardhja deri këtu janë ofru shumë. Ky problem është i njohur, dhe për ata cilët e ulëmtojnë pak e dinë se ku është problemi. Ky ishte debati i sonte. Faleminderit shumë që ishit dhe të hanën, pra që se të shtunë dhe djelen do kemi pushim, të hanën do kemi... Nuk është asritin deri të hanën? Ja, e shojmë gjithësësi për kafe. Por me gjitha të, e hanë nesër është Podujeva, të hanën është Drenasi dhe naturisht të hanën kemi 2 analizat të 2 komunave shumë interesante, dhe naturisht një temë e cila do t'jetë befasi, edhe e din shikusit se tema e cila është në mes të 2 debateve, të 2 komunave, gjithmonë nuk ju tregohet musafirëve që vinë në studio. Miru pafshim të hanën në orën 19:20.